4 guvernatorë demokratë i shkruan sekretarit amerikan të brendshëm për t'i kërkuar administratës Trump të heqë ndalesën për 5 projekte të energjisë së erës në det të hapur në bregun lindor. Më herët departamenti i brendshëm ja kishte atribuar pezullimin e kontratave të qeras për projektet shqetësimeve të sigurisë kombëtare, por guvernatorët e New Yorkut, Connecticutit, Massachusetts dhe Rhode Island i hodhën poshtë këto pretendime, duke thënë se projektet tashmë ishin nështruar një shqyrtimi të gjerë federal, duke përfshirë një vlerësim që trajtonte konsideratat e sigurisë kombëtare. Ata thanë se as departamenti i brendshëm dhe as ndonjë agjenci tjetër përfshirë Pentagonin nuk i informuan shtetet e tyre për një rrezik të ri përpara pezullimeve. Shfaqja e papritur e një kërcënimi të ri për sigurinë kombëtare duket të jetë më pak një gjetje legjitime dhe racionale e faktit dhe më shumë një justifikim për një rezultat të paracaktuar në përputhje me kundërshtimin personal të deklaruar shpesh nga presidenti ndaj energjisë së erës në det të hapur, shkruan guvernatorët. Pezullimi ishte goditja fundit për zhvilluesit e energjisë së erës në det të hapur, të cilët janë përballur me ndërprerje të përsëritura të projekteve të tyre multimiliard dollarëshe në drejtimin e presidentit Donald Trump, i cili ka thënë se i konsideron turbinat me erë të shëmtuara, të kushtueshme dhe jo efikase. Agjencitë përfshirë departamentet e brendshme dhe të tregtisë, Agjencinë e Mbrojtjes së Mjedisit, kanë qenë duke zbatuar një direktivë për të pezulluar të gjitha miratimet e reja të nevojshme për projektet e energjisë së erës, si në tokë ashtu dhe në det të hapur, në pritje të një shqyrtimi të praktikave të qiradhënies dhe lejeve. Më herët këtë muaj, një gjyqtar federal hodhi poshtë vendimin e administratës Trump për ndalimin e të gjitha miratimeve federale për projektet e reja të energjisë së erës.